Pas pothuajse një muaj kërkimesh intensive dhe pa ndërprerje, trupi i pajetit 30 vjeçarit Jurgen Karaj u gjet mëngjesin e së shtunës në liçenin e Ulzës, pranë fshatit Urak. 30 vjeçari kishte rezultuar i zhdukur që prej 10 janarit pas makina auti me targa angleze, ku ai udhtonte si pasagjer, drejtoi nga shoku i tij 24 vjeçar Andi Losha dhe humbi kontrollin duke rënë në prua. Andi Losha mbijetoi me lëndime të lehta, por për fatin e 30 vjeçarit nuk ishte informacion për më shumë se 3 javë. Operacioni i kërkim shpëtimit mobilizoi 82 efektiv të forcave të armatosura të Shqipërisë, policinë e Burrelit, forcat e sigurisë Kosovës, se dhe u përdorën dron në New York për të lokalizuar trupin e humbur. Pas nxjerrjes nga uji, trupi i Karajt u konfirmua nga familjarët dhe më pas u transportua në morg për kryerjen e ekspertizës mjekoligjore dhe procedurat hetimore të nevojshme. Hetimet tregojnë se drejtuesi i mjetit Andi Losha ishte në efektin e alkoolit gjatë aksidentit, një vepër penale për cilën më pas u arrestua. Pas rrëzimit të makinës, Losha la mikun e tij të plagosur në ujërat e Porojit dhe njoftoi autoritetet vetëm pas disa orësh.